NASA zbulon faktin befasues. Diga kineze zhvendosi rrotullimin e tokës dhe zgjati ditën. NASA ka zbuluar një fakt befasues që mund të tingëllojë si i dal nga një film fantastiko shkencor. Diga e 3 grykave në Kinë ka zhvendosur boshtin e rrotullimit të tokës me afro 2 cm dhe ka zgjatur me pak mikrosekonda gjatësinë e ditëve tona. Ky është një prej atyre rasteve ku ndikimi i veprimtarisë njerëzore kalon përtej ambientit lokal dhe hyn në sferën e forcave që formësojnë vetë planetin. Zbulimi u bë nga shkencëtarët në qendrën e fluturimeve hapësinore Goddard të NASA-s, të cilët analizuan ndikimin që kjo megadig ka pasur në masën dhe shpërndarjen gravitacionale të tokës, ndërtuar përgjatë një periudhe prej 18 vitesh nga viti 1994 deri në vitin 2012. Diga e 3 grykave transformoi lumi Yangtze në një rezervuar kolosal me një kapacitet prej 39.3 miliard metra kub ujë, por përveç përfitimeve hidroenergjitike, projekti gjigant solli dhe pasojat papritura për lëvizjen dhe ekuilibrin e planetit. Shkencëtarët shpjegojnë se një masë kaq e madhe uji e përqendruar në një pikë të vetme mbi sipërfaqen e tokës ka aftësinë të ndikojë në shpërndarjen e masës së brendshme të planetit. Rezultati, një zhvendosje vogël, por e matshme boshti të rrotullimit dhe një rritje e lehtë rreth 0.06 mikrosekonda në gjatësinë e vetme të një dite.